kandidoj zonin Osmani për presidente? Po, unë e besoj që do të rikandidoj për presidente, sepse ky rezultat për 50% është rezultat i Liviosa Osmanit. Sepse ju e kuptuat që liderët opozitare kërkuan datën 21 dhjetor për datë të zgjedhjeve. Ndërkaq pikërisht ishte vetë vendosja që kërkoi 28-shin dhe Vjosa Osmani aprovoi 28-shin. Pra kështu i kontribui, e jo me vot, le të themi, partia guxo brenda koalicionit si fuqi vote. Më tepër pra favorin ja bëri presidentja, se sa që solli guxo brenda vota. Dhe patjetër që do të thotë Zoti Kurti përkatësisht vetë vendosja do ta rikandidoj, përkatësisht do ta mbështes kandidimin e zonjës Osmani. Mirë po, a do të barikadohet partitë opozitare tani, që ta çojnë vendin e zgjedhje, në periudhën kur nuk është mërgata, atëherë kjo mbetet të shifë. Duke zoti Kurti... Partitë opozitare kanë një mundësi për të barikaduar dhe për ta dërguar vendin e zgjedhje në prill kur nuk është mërgata. Mirë po, prap do të fundit. Mirë, nuk do ta marrin guximin, e keni kohën e kufizuar, Zoti Saliu, s'po ju marrim më shumë kohë, por do e vazhdojmë këtu se është në interes të publikut besoj kjo temë. A pajtoni ju që do të rikandidohet zonja Osmani nga Kurti? Ja, nuk pajtohem. Dhe pse nëse do të ishte ajo kandidate, si që flet me konfidencë, Zoti Saliu, pse duhet presidentja në detyrë të dilte dhe të shprehte në mënyrë publike dëshirë ambicien e saj për rikandidim? Jo, nuk mendoj që Zoti Kurti nuk do ta propozoj, nuk është bindja ime, mund të jemi gabuar, por është opinioni im, nuk do ta propozoj zonjën Osmani për presidente. Mendoj se Zoti Kurti do të kërkoj konsenzus me opozitin rreth kësaj çështje. Ndoshta dhe mbase gjasat më të mëdha janë që ai të kërkoj një kandidat vërtet pavarur, pra sa mund të sigurohet një kandidat i pavarur në skenën politike të Kosovës, sepse kështu në këtë formë do të siguron të dy gjëra. Një, do të shmangte zgjedhjet eventuale në prill. E pse ka interes Zoti Kurti të shmangë zgjedhjet e prillit? Sepse nuk mund të realizoj rezultat më të mirë se ky. Rezultat më të mirë se ky Zoti Kurti nuk mund të realizoj. Por arsyeshmërim para opinionit e ka shumë të madhe. Që ne e votoj buxhetin, sepse do ta pritet ta votoj buxhetin, pritet të votoj marrëveshjen ndërkombëtare, dhe pastaj është shumë komod për shkuar në zgjedhje, Zoti Kurti. Dhe unë gjykoj që nëse partitë opozitare, por Zoti Kurti nuk mund ta përsëritë këtë rezultat kurrë. 500.000 pjesëtar të diasporës në Kosovë mund të qëndrojnë vetëm gjatë festave të fundvitit. Kur? Pajtohem, po kush garanton që në dykyja nuk të marrë 8%? Diasporës, ndoshta është edhe më lartë se 100%. Ndoshta shkon në 150.000. Prandaj kam rezerva në këtë rezultate. Nuk është kjo votë vetëm me qytetarit Kosovës. Mirë, po me këtë le të themi debakël që ka përjetuar LDK-ja, do merrte guximin sërish, shkonte edhe në një palë zgjedhje? Konkretisht LDK-ja. LDK-ja ka humbur çfarë ka mundur të humbur. Nuk është më akter vendosës LDK. Absolutisht. Ka humbur gjithat. LDK-ja i ka humbur gjithat. Vetëm një fjali se mendoj që Zoti Kurti do ta kërkojë një kandidat pavarur, sepse përmes një kandidatit pavarur dhe përmes një konsenzusi me opozitën i siguron vetit 4 vjet qeverisje shumë stabile dhe të qetë. Mandat sigurt, edhe Kosovës në këtë moment mendoj që i duhet një personalitet që unifikon spektrin politik për shkak të obligimeve që i ka në raport me bashkësinë ndërkombëtare. Duke mos rrezikuar çarjet koalicionit me Guxo? Ja, nuk mendoj që paraqet probleme kjo. Guxo nuk paraqet faktor, as alternativa, ashtu që faktikisht me qëllim që ndoshta ka elemente që vërtet përputhem me se të dytë kanë drejt, kanë argumentet e veta, qoftë për paraqitje ose jo. Por deklarata e tij e mbrëmshme që tha së pari do të takoj presidenten për sa i përket vazhdimësisë së presidentit, ajo me jep me kuptue se ende është duke llogarit në Vjosa Osmani. Por e ka pas, nëse më lejot një fjali, e ka pasur një intervistë në televizionin publik 2 ditë më parë, kur e mbyllet të intervistës nga fundi diku e thotë që po do ta bisedoj me zonjën Osmani për këtë çështje, jo si pika parë rendit ditës, dhe pastaj thotë edhe një fjali,
Megjithatë duhet të them, thot, tani po parafrazoj, për mos për qeni sakt, kam pasur mos pajtime gjatë këtij mandati me zonin Osmani. Po, shiko, duke marrë parasysh pozitën, autoritetin e presidentit të Republikës si e ka të shkruar me kushtetut, nuk është faktor shumë i rëndësishëm presidenti i Kosovës, dhe vetë fakti që zgjedhet nga votat e kuvendit, tregon se ajo mund të jetë lojë, mund të jetë pjesë e dialogut me opozitën, që ka të drejtë shumë Milazimi, në qoftë se ai don një komoditet apo rahati në pushtet, që sigurisht është i bindur se këtë rezultat nuk mund të arrit në një periudhë të ardhshme më, ka mundësi që të gjejnë një variant alternative të një konsenzusi brenda partive për një president të ri. Mirë po, perceptimet e mia individuale, kjo është mendimi imi, jam ende qëndroj fort se Kurti do të mundohet të gjejë një zgjidhje me këtë presidente, duke shtyrë këtë presidente që kjo të kërkon votat e partive opozitare, që padyshim mund të shkohet deri te ajo alternativë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka mundësi që ose Aleanca ose dikush tjetër t'ja jap votat, nuk është e nevojshme me jap vota kësaj. Është e nevojshme vetëm me qëndru. E këto janë, kjo ka diferencë të madhe në parlament. Unë 2 herë kam qenë deputet. E di çka do të thotë. Prezenca në sallë është shumë signifikante. Votimi është shumë i rëndësishëm. Kështu që unë mendoj se prezenca në sallë është shumë e lehtë edhe për një parti opozitare që t'ja respektojnë vullnetin vjosës, karshi një vendimi që mundet në 3. herë kur shkon në vot, i duhen vetëm 61 vota. Kështu që duke u bazu në këtë, unë ende mbetem skeptik në ato që i tha. Vërtet, mjaft të argumentu me Milazimi, por unë ende mendoj se do të vazhdohet me këta lojtarë. Ju çfarë mendoni, se tash kemi 2-3 mendime, ta shohim çfarë po mendoni ju sot. Kuptimin politik mund procedural. Pajtohem se mund vinë shprehje këta skenar, por në kuptimin strategjik,